Atmosfera e jashtëzakonshme që ka krijuar pica restorant Ardmëria në Forinë, premton që të kthehet në destinacion për çdo banor nga ky fshat gostivari dhe më gjerë. Hapësira jashtme e bollshme, e aderuar sipas stileve të fundit, sjell freskitë gjatë gjithë ditës në këtë vend i cili e bën atë të pashmangshëm për ta vizituar. Në restorant Pica Ardmëria gjeni meny të begat me ushqime të ndryshme për shijen e çdo klienti, si dhe picat e gatuara në furrë me dru. Investimi është i familjes Emruli nga fshati Forinë me punë në Gjermani. Kadir Emruli premton që me këtë investim që bëjnë në vendlindje të sjellin diçka më ndryshe, shërbim korrekt dhe ushqim cilësore të freskët në çdo kohë. Klienti do të jetë kryefjala jon me shërbim dhe gatime cilësore, thot ai, dhe shton se kjo ka qenë ëndër e tyre familjare që të rikthehen në vendlindje dhe të investojnë. Kemi bën një restorant komplet të ri me meny të reja, me çmime të volitshme. Jemi gjatë një familje madhe, jemi gjatë në Gjermani. Po e kemi pas për herë mendimin me u rikthy këki vendi jon në vendlindje. E kishte hapi që e kemi pas për herë me e bo. Në hapjen solemne që u bë pas ditën e kësaj të shtune, morën pjesë një numër i madh të ftuarish, miq, familjar dhe banor të Forinës, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, deputeti Tala Xhaferi dhe muftiu i Gostivarit Sabaudin Zendeli. Mysafirët shprehen të kënaqur që në fshatin Forinë po krijohet një vend cilësor për të kaluar kohë me familjen. Ardmëria posedon edhe pjesën e brendshme të restorantit, i ndërtuar me një dizajn modern. Pica restorant Ardmëria ndodhet në hyrje të fshatit Forinë.